Ka qenë njeri, një fëmijë jetim, dhe ka qenë Qadhi Ayyad, ka qenë një prej dietarëve më të mëdhej. Thot po e shoh këtë djalin tu fal në xhami, jetim, pa nan, pa baba, po nuk e njefsha, nuk e dipsha se është jetim. Një ditë po i afron në afër dhe po i them, prej nga je, kush je? Thot unë jem filani, baba më ka vdek, nana më ka vdek. Thot qysh po jeton? Thot njerëzit po më ndihmojnë, tu në xhami po falna, po dalë ka pak po punoj. Thot a pranon me u bë evladi jam? Thot i kam edhe disa evlad tjerë. Wallahi kam të këshyr më shumë se ata. Kam të nejt gati më shumë se ata. Kam të respektu e me të nderu më shumë se evlad e mi. Thot me 4 pika. Kur smuna thot am shërën ti, thot ju Allahu. Am kelin ti, thot ju Allahu më ka kriju. Am më merr shpirtin ti, thot ju Allahu dhul xhelal. Po në xhenet an xhenem am çon ti, thot Allahu. Atë lem Zotit thot. Se Zoti mi ka marr babenon, Zoti të mbrojt, Zoti ka më mbrojt e dorë të Allahit du me ka. Me qëndru në Allah, me qëndru në fe, me qëndru në Islam, me ka njeri jo labil, me ka në stabil, jo me u mashtru, jo me u largu, jo me u harru, dhe me i harru tiparet e Islamit, sepse njeri u gabon, dhe njeri u mashtrohet. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam neve na ka tregu dhe na ka mësu që më i miri prej tyre që ai pendohet dhe kthehet. Dhe ne e shohim do njerëz, disa gabime, disa gjunohet të cilat i bajnë. Qofshin me veprime ndryshme, qofshin familje që nuk mund me prish rënin familjar. Hajt për hatër ti e për hatër, o vllazën është një ligj Islam. Është një rregull sheriatik. Nuk i bahet respekt krijesës duke hinë gjëna krijuesit. Nuk respektohet krijesa duke i bërë gjëna krijuesit. Dhe nga njerë duke mos ja prish djalin.